Një situatë e pazakon dhe papranueshme ka ndodhur mbrëmjen e të shtunës gjatë spektaklit Big Brother VIP, duke lënë publikun të habitur dhe të shqetësuar. Menjëherë pas eliminimit të tij nga gara, Josefin Marku, i njohur për temperamentin e tij shpërthyes, ka sulmuar fizikisht një tjetër banor, reperin Besart Kelmendi, i njohur ndryshe me emrin e artit Gjesti. Incidenti ndodhi brenda ambienteve të spektaklit pikërisht në momentin kur Jozi po largohej nga shtëpia. Ai afroi Gjestit dhe e godet me shuplak në fytyrë, duke e rrëzuar në tokë përpara syve të kamerave dhe publikut. Gjesti ka përfunduar në tokë dhe për disa çaste situata ishte kaotike. Fatmirësisht më vonë u konfirmua se gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar dhe nuk paraqet rrezik për jetën. Pas aktit të dhunës, forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në ambientet e spektaklit ku kanë ndaluar Josefin Markun dhe e kanë shoqëruar me pranga në komisariatin numër 6 të Tiranës. Sipas burimeve për Report TV, gjatë dëshmisë së dhënë në polici, Jozi ka deklaruar: "Më ka provokuar gjatë gjithë lojës, nga gjaknxehtësia e qellova, nuk durova dot më." Ai ka qëndruar në komisariat për rreth 5 orë deri në përfundim të procedurave dhe është liruar rreth orës 5 të mëngjesit. Megjithatë, hetimet ndaj tij do të vazhdojnë në gjendje të lirë.